Në raportet e kontrollit të lartë të shtetit, antikrimit ekonomik financiar dhe dosjet e drejtësisë për aktivitetin e kompanisë shtetërore Alpetrol në vitet 2013-2018, emri Endri Pukës është skeduar si drejtori me rekorde korrupsioni e vjedhjesh nëpërmjet koncesioneve të puseve, tenderve, pagave fiktive, falsifikimit të ardhurave dhe pazareve me kompanitë private. Por edhe pas largimit nga Alpetrol, Endri Puka nuk u shkëput nga rrjeti i karburanteve, duke mbajtur lidhje me kompanitë private të shfrytëzimit të puseve të naftës e gazit, madje bëri ortakëri të hapur dhe vazhdoi pazaret me to, lidhje e zbuluar edhe në dosjen hetimore e Bankers. Por ndërsa prej Bankers vazhdonte merrte pjesë ilegalisht edhe pas largimit nga detyra, Endri Puka mori zyrtarisht pjesën si ortak të kompanisë Apsus ShPK dhe Anjo Oil and Gas ShPK të biznesmenit të hidrokarburëve Alban Peza. Ja si u fut Endri Puka në biznes me emrin e bashkëshortes. Më 16 maj 2022, kompania Anjo Oil and Gas e Alban Pezës, me koncesione në disa puse nafte në Fier, Ballshe, Vlorë, krijoi kompani BI të emërtuar Apsus me aktivitet nxjerrje, tregtime konsulencë hidrokarburësh, ndërtime transaksione financiare dhe shitblerje së pasurive. Më 28 shtator 2023, Alban Peza i shiti Eldorado Merkoçit 20% e aksioneve të kompanisë Apsus me 200 euro, ndërsa më 10 tetor 2023 i shiti vetes 20% aksione me 200 euro. Më 12 dhjetor 2023, bashkëpronari Eldorado Merkoçi u largua nga kompania duke i shitur aksionet me 200 euro te shtetasia Ndonaco. Më 19 dhjetor 2023, Alban Peza me 2 kontrata transferimi aksionesh brenda një dite i shiti Ela Pukës, bashkëshortes së Endri Pukës, 20% dhe 10% aksione të kompanisë Apsus ShPK, me vlerë totale 300 euro duke e bërë ortake të barabartë me 30%. Sipas raporteve të agjensive gjurmuese, rezulton se kompania Apsus ShPK, Endri Pukës dhe Alban Pezës është bija dhe maska e kompanisë Anjo Oil and Gas ShPK në kontrabandën e hidrokarbureve, pastrimit parave dhe shfrytëzimit të puseve të naftës e gazit, të cilët i ka me koncesion qysh prej viteve 2014-2018, kur Endri Puka ishte drejtori Alpetrol. Kompania Anjo Oil and Gas ShPK e krijuar më 14 tetor 2014, një vit pas emërimit drejtor të Endri Pukës, ka qenë kontraktore e koncesionesh e puseve të naftës në Ballsh, Hekale, Vlorë dhe përfituese tenderesh dhe ankandesh në Alpetrol, me vlerë totale 62 milionë euro, madje drejtori Endri Puka e la jashtë detyrimeve fiskale. Në bashkëpunim me Alpetrol dhe Agjencinë e Burimeve Natyrore, kompania Anjo Oil and Gas e Endri Pukës dhe Alban Pezës, duke përdorur një zyrë përmbarimore, Altim Vako morën licencën e puseve në Ballshe Hekal, që i kishte firma Transatlantic Albania. Më 7 korrik 2024, SPAK u pushoi hetimin për 27 milionë euro abuzime. Mbështetur në kallëzimin e KLSH-s ndaj kompanisë Anjo Oil and Gas të Endri Pukës dhe Alban Pezës, filloi hetimi për mashtrim, falsifikim financiar dhe fshehje të ardhurash për shumën 27 milionë euro të ardhura nga puset e naftës, por më 7 korrik 2024, SPAK e pushoi hetimin në heshtje, siç po tenton të heqë emrin e Endri Pukës edhe nga dosja hetimore Bankers, ku ai është i përfshirë në vjedhjen e miliona eurove të Alpetrol nëpërmjet favorizimit financiar, për të cilat do flasim në vijim.